Ditët e informimit, një aktivitet i organizuar nga Qendra e Personel Rekrutimit në ambientet e Universitetit e Qerem Çabej, solli për studentët mundësitë më të reja të karrierës në forcat e armatosura të Shqipërisë. Përfaqësuesit e qendrës prezantuan kuotat e studimit të hapura për vitin akademik 26-27 në Akademinë Ushtarake të Greqisë, Italisë dhe Kosovës, si dhe në fusha që përfshin forcat toksore, forcat etare, shërbimet mbështetëse si dhe programe të specializuara si mjekësia, juridiku, informatika dhe inxhinieria navale. Ofrojmë programe të studimit kryesisht në shtetin grek, Greqi. Janë 5 programe të studimit, të cilat janë programe të studimit për student oficer të forcave toksore, për oficer të forcave tetare, për oficer të shërbimeve të forcave të armatosura, për programet specialitetet siç janë mjekësi, juridik edhe informatik. Janë programe shumë të kërkuar, edhe nga forcat armatosura, por edhe shumë interesante për të rinjtë si puna juaj. Në programet tona, studentëve i ofrohet akomodimi falas pranë hoteleve të këtyre akademive. Gjithashtu ofrohet një pagë, e cila fillon nga paga që është ekuivalente me pagën e oficerit. Ata që do shërbejnë si rezervist në gradën ushtar, mjafton të jenë me arsimin nëntëvjeçar dhe pranojnë dhe në moshën 50 vjeç. Ata që janë me shkollë të mesme, që duan të shërbejnë sërish si rezervist në forcat armatosura, pranojnë dhe në 53 vjeç për nën oficer. Nëse ata janë me shkollë të lartë si puna juaj, duan të shërbejnë si rezervist, pranojnë dhe në moshën 60 vjeç. Ushtria ka një prioritet më shumë se çdo sektor tjetër, shkak dhe të uniformës, është një specifike veçantë, qoftë në trajtime, qoftë në ato benefitet që fiton vetë personi, familja, edhe se është pjesë e strukturës forcës armatosore. Gjatë aktivitetit u shpjeguan kriteret e aplikimit, dokumentacioni nevojshëm dhe procedurat e përzgjedhjes. Studentët patën mundësinë të diskutojnë drejt për drejt me oficerët të rekrutues dhe të informohen mbi rrugët e karrierës që ofron struktura ushtarake shqiptare. Aktiviteti u vlerësua si një mundësi e rëndësishme për të ofruar të rinjt në institucionet e sigurisë dhe për të nxitur formimin profesional në fusha me rëndësi strategjike për vendin tonë.